Top Albania Radio at the movies. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se vini në At the Movies dhe këtë të premte. E di që jeni mësuar që zakonisht ky emision prezantohet nga Edea dhe Edi. Sot un jam Goni, Edi vazhdon të jetë i njëjti. Jam grua, e di që tingëlloj si një burr, thjesht këto virozat e kësaj kohe vendosën të më kaplojnë dhe shkatrojnë dhe mua. Dhe ta bëjnë zërin tënd më bas se ditët e tjera. Megjithatë nuk është keq, është goxha mirë. Nëse do merrja pjesë në një film, mendoj se do shënjoja një rol si ajo tregimtarja, pra ajo që tregon historitë në fillim, por do isha një personazh androgjinoz, të cilës nuk do t'i zbuloj kur gjinia. Një narrator mjaft i çuditshëm. Doja ta nisnim këtë program sot me dy fakte interesante që i mora nga Cineplex. A e dije që filmat komedi përmirësojnë shëndetin e zemrës, bazuar në një studim kjo? Të qeshurit gjatë një filmi komedi ndihmon në zgjerimin e enëve të gjakut dhe përmirëson qarkullimin, duke ulur rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Interesante. Pra të shikosh një film ka edhe benefite shëndetësore. Ja dhe një tjetër dhe e fundit, filmat horror që ne i kemi shumë qejf dhe tani e kuptoj pse ndoshta edhe ti mund të kesh pak më shumë qejf. Ndihmojnë në djegjen e kalorive. Interesante. Sipas një studimi të Universitetit të Westminster. Prandaj që kam shëndoshur se nuk i shoh, kam frikë. S'ke parë këto kohë. Dhe thot që një film horror është i barabartë me një shëtitje 30 minutëshe, sepse djeg deri në 113 kalori thjesht duke e parë dhe ndoshta nga skenat horror, nga frikat, nga emocionit që ti ndjen gjatë filmit, bën që ti të humbasësh disa kalori. Pra, për të gjithë ju që keni dëgjuar, lexuar se 10.000 hapa në ditë është jashtëzakonisht shumë e shëndetshme, mendoj që mund ta arrini këtë gjë duke parë 3 filma horror njëri pas tjetrit, duke qëndruar në rehatin e koltukut tuaj. Po, kjo është perl, domethënë të rish duke parë një film në rehatin tënd dhe të djegësh 113 kalori, kështu që më shumë filma horror në jetën tuaj. Një fundjavë shumë e bukur ju pret përpara dhe është fundjava e dur për ta kaluar në Cineplex, sepse ky moti po premton që është koha perfekte për të parë një film e ku ka më mirë se në ekranin e madh. Absolutisht që po, dhe Cineplex ka vërtet një programacion të ngjeshur për këto ditë, duke nisur me A Real Pain, The Black Bag, po ashtu keni Bridget Jones Mad About the Boy që fillon të shfaqet sërish. Domethënë ka disa javë, po në themin mos gaboj rreth 2 javë që është dhënë premiera, po megjithatë shumë prej jush mund ta kenë humbur. Captain America Brave New World, The Dogman dhe shumë filma të tjerë, po ashtu duke qenë se është fundjavë, ndoshta një zgjidhje e mirë do të ishte që të shkonit me fëmijët tuaj dhe me familjen për Moana 2 apo për Paddington in Peru. Janë këto vetëm disa prej filmave që janë në Cineplex. Krahas të tjerëve që ne i presim apo jo, kemi thënë që një periudhë më e ngjeshur edhe me filma më të mëdhenj na pret në muajt në vijim. Edhe ky është pikërisht rasti për javën që vjen. Ne zakonisht mundohemi të promovojmë premierat që janë aktual duke u shfaqur në Cineplex, por paçka se Cineplex gjithmonë ofron një larmishmëri për zgjedhjesh, unë do ju sugjeroja të prisni deri më 20 mars. Borbardha, princesha e parë e Disneyt, rikthehet në një version live të përshtatur, ka një ndërthurje të elementeve klasike me ato moderne, regjia është e Mark Webbit dhe skenari është i krijuar në bashkëpunim me Greta Gerwig, është një film për të gjithë familjen, premton që të jetë një sukses i pamohueshëm. Nuk jam si gjithmonë shumë e lumtur me përzgjedhjen e protagonistes që luan Borbardhën, ama gjithmonë kemi atë paragjykimin, është kaq e vështirë i atachojmë ato kukullat që kemi parë kur kemi qenë fëmijë, personazhet vizatimor me të cilët jemi dashuruar, edhe pretendojmë kur të risillet ky film në jetën e vërtetë që ai personazhi i përzgjedhur ti ngjasoj në një nivel 100%, gjë që është shumë vështirë e realizueshme, dhe ndonjëherë kemi ato siç ishte me Arielin, që kemi ato rezervat tona kundrejt përfundimit, realizimit të filmit, ose sa pikë do t'i jepnim ne si këta pseudokritikët që e kemi. Mirë, jemi përmirësuar goxha. Okej, këto janë disa nga premierat që i keni dhe pritet të vinë në Cineplex. Pas pak, unë dhe Edea do të bëjmë një lloj rankimi të atyre filmave dhe serialeve që janë on top për momentin në Netflix. Edea ka zgjedhur të sjellë tek ju serialet apo jo, ndërsa unë do sjell 3 filmat më të mirë që janë duke u parë tani në Netflix. Shkoj pak tek një këngë, To the Wilder nga Woodkid.
që vjen nga Death Stranding 2 on the Beach. Zakonisht ne të dy bëjmë sugjerimet tona, por kësaj radhe kemi vendosur mos të jemi kaq narcist dhe të limituar, por t'ju sugjerojmë ato filma dhe seriale që për momentin po ndiqen më së shumti në Netflix. Tani, jo gjithmonë diçka që ndiqet nga masa dhe që po e shikon shumica e popullsisë, domosdoshmërisht është gjëja më e mirë dhe jo gjithmonë gjëja e preferuar është përzgjedhja më elitare, ama ka një arsye pse këto seriale dhe filma bëjmë pjesë në listën e top 10-shes nga Netflix. Absolutisht që po. Të nisun pak me filmat, janë 3 të cilët më dolën gjithandej, jo vetëm tek lista zyrtare e Netflix-i më të parit edhe më të klikuarit për këtë javë, po në fakt edhe në të gjitha faqet e filmave. Delicious titullohet filmi i parë, një film dramatik gjerman dhe kishte një skenar shumë interesant. Filmi ndjek një familje të cilët shkojnë për të pushuar disa ditë në një vilë franceze. Dhe sigurisht kanë edhe një fëmijë të vogël edhe detyrohen të marrin një dado. Këto filmat me dado na kanë përndjekur këto kohë të fundit. Gjithçka nis perfekt, familja po kalon shumë bukur, por me kalimin e ditëve dadoja fillon të shfaqë disa mistere dhe të fshehta të cilat këta nuk i kishin kuptuar asnjëherë dhe situata fillon bëhet vërtet dramatike. Pash trailerin dhe po prisja që dado të ishte në një vrasëse seriale apo diçka e tillë, por në fakt më pëlqeu shumë se kishte shumë mister. Fillimisht siç duket, babai, pra i familjes, bie në dashuri me dadon. Më pas ajo nuk e di se ç'a ndodh, po pa shumë gjak edhe skena horrori më pas. Horrori nuk e di nëse do t'i quaj apo skena të frikshme. Kështu që se çfarë ndodh në këtë familje mbetet për tu parë. Edhe nga vetë titulli Delicious, në fakt ishte edhe një skenë që dukej shumë gjak dhe po në fakt kur zbulohet skena e plot, ishte dadoja që po hante thjesht një copë mishi të pagatuar. Tani mos është vallë kanibale, nuk e di, domethënë mbetet për tu parë. Po shkon shumë larg, kam frikë. Se di. I dyti është Plankton the Movie, një film komedi, muzikal dhe i animuar, bazuar në serialin televiziv SpongeBob SquarePants, është krijuar nga Stephen Hillenburg. Historia ndjek Planktonin, planet e të cilit për dominimin e botës ndalen kur gruaja e tij kompjuterike Karen vendos të marrë vet fatin në dorë, edhe të pushtoj botën, po themi pa lejen dhe pa praninë e SpongeBob. Është i dyti në serinë e filmave spin-off të SpongeBob dhe shumë interesant për ta parë në shoqërinë e të gjithë familjes. U publikua më 7 mars dhe ka marrë vlerësime shumë pozitive. Dhe i fundit, një film aksion nuk ishte si të mungonte, Kundër sulmi apo Counter Attack, është një film spanjoll që filmat spanjoll dhe sidomos zhanri aksion kanë shkuar shumë edhe kanë qenë shumë të suksesshëm këto kohë të fundit. Flet për një grup të cilët shkonin në kufirin SBA Meksik për të tregtuar gjëra dhe atje përballen me një grup vrasësish, një betejë e cila fillon në fakt por nuk kuptohet se kush është shënjestra e vërtet, janë pikërisht këta tregtar apo dikush tjetër dhe këta thjesht janë karremi. Shumë interesant edhe Counter Attack apo kontra-atake. Mirë, jam më së shumti e interesuar për Planktonin, mendoj që filmat që tregojnë atë anën e monedhës së villenit dhe kemi patur një interes general publik shumë të madh mbi historitë e villains dhe planet e tyre mbrapa, kështu që mendoj që zgjedhja e dur edhe për t'u rikthyer asaj frymës fëminore, ndoshta për të ulur dhe në çift ose edhe me shoqëri për të parë një, besoj Planktoni ishte vizatimor apo jo? Po, i animuar. Për të rikthyer te kjo kohë, gjëja më e mirë është të ulemi dhe të rikthehemi një copë herë tek e kaluara jonë. Absolutisht. Mirë, unë do flas për TV shows. Në vend të parë në Netflix është Running Point, ku kemi një rikthim të Kate Hudson si protagoniste, një aktore që mua më mungon shumë dhe sidomos në filmat komedi mendoj që ajo shkëlqen më së miri. Flet për një familje të suksesshme që drejton një skuadër basketbolli, por do të përballet me një sfidë. Vëllai i madh, që është gjithashtu presidenti i skuadrës, vendos të shkojë në rehabilitim dhe stafetën ja kalon pikërisht motrës së vogël Kate Hudson, e cila gjithmonë e ka patur ëndër drejtimin e skuadrës, ama në një botë maskiliste ku është një sport më së shumti i dominuar nga meshkujt, ajo gjithmonë ka pasur role dytësore jo aq të rëndësishme, një vajzë të cilën as babai i saj nuk e besonte dhe aq shumë, dhe më në fund i jepet kjo mundësia e artë për të qenë presidentja e skuadrës së futbollit. Ndoqja pak serinë e parë, ishte interesante, por
dua ta them, nuk është se më mbajti hooked, pra nuk është se ma futi atë çengelin aq që shumë dhe më kapi për hundër që unë të afroja atë koltukun tim tek ekrani dhe të mos shikoja asgjë tjetër përveç asaj. Por ndoshta me kalimin e kohës bëhet interesant, është një nga këto serialet që unë konsideroj limonad që ti i mbaron shumë shpejt, ama është një kohë e kaluar bukur dhe zgjedhja e duhur për një fundjavë. Në vend të dytë, si seriali më i ndjekur në Netflix, është Zero Day, është një seri e limituar ku presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është ai dhe i vetmi Robert De Niro. Pas një sulmi kibernetik i cili afekton transportin dhe elektricitetin, shumë persona humbin jetën dhe është në dorë të presidentit të gjejë kulpritin dhe të rikthejë paqen në Amerikë. Doja shumë ta shikoja Robert De Niro si president, e jetova dhe këtë ndërtimen mund të vdesë qet, besoj. Shumë i shkon në fakt ky rol. Edhe kjo pikpamje në sensin e personazhit, megjithatë janë këto ndër më të klikuarit, po megjithatë ju mund të zgjidhni filmin që dëshironi. Në fakt mua më shkoi mendja edhe për Spring Break movies, duke qenë se sot është dita e verës. Më kujtuan këto filmat javën tjetër. Po, më kujtuan këto filmat romance, të cilët janë me një udhëtim në Itali apo diku tjetër, që shfaqen to peizazhet e bukura në Barcelonë, nuk e di, domethënë të japi një vibe shumë pozitiv dhe Vicky Cristina Barcelona. Po, dhe në fakt për mua ka ndikuar shumë në përzgjedhjen e destinacioneve europiane se ku mund të shkoj apo ku nuk mund të shkoj. Kështu që edhe këto janë zgjidhje. E mbyllim për momentin dhe rikthehemi pas pak. Si pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të At the Movies edhe për këtë javë, por para se të shkëputemi, doja të përfundoja dhe sugjerimin tim të fundit, që është në vend të tretë si seriali më i ndjekur në Netflix, është pikërisht Toxic Town, është i bazuar në një histori të vërtet dhe tregon pak a shumë se askush nuk lufton më shumë për të drejtat e njerëzit se sa nënat. Flet për një qytet në të cilin toksinat e hedhura kanë afektuar aftësitë, më saktë disabilitetet e shumë prej bebeve të lindura, gjë që këto nëna ja atribojnë pikërisht këtyre toksinave, dhe çështje gjyqësore që ato ndjekin për të vënë në vend drejtsinë dhe për të provuar se është pikërisht qyteti ai çka ka shkaktuar këto lindje kaq problematike që nuk është pjesa vetëm tek lindja e këtyre fëmijëve, por tek e gjithë jeta me vështirësi dhe sfidat me të cilat këta janë përballur dhe ato pengesat të cilat kanë kaluar, gjëra që të gjitha mund t'i atribohen kësaj të fshehte, të mbajtur mister, gjë që ka ndodhur dhe në Shqipëri, ka ndodhur kudo në botë, por më pëlqejnë shumë kur janë të bazuara në histori të vërteta dhe ndjekin atë rendin kronologjik, se si këto nëna të gjitha ndër vite shkojnë në gjykatë për të fituar atë biçim drejtësie që mund të marrin për fëmijët e tyre. Është një temë shumë aktuale në fakt, edhe pse natyrisht mund të ketë raste të tilla në kohë të ndryshme, po që vërtet kur bazohet në një histori vërtet aktuale, nga që është dita verës sot. Jo, por ka ballokumen e posan. Në brendësi të gjithë zhvillimeve politike sociale. Mirë, jemi në fund të programit edhe për sot. Faleminderit që qëndruat me ne për gjatë këtyre minutave. Shijojeni ato ballokumen e Elbasanit. Ti e ke marr apo? Jo, unë edhe kur kaloj ande kaloj shpejt që mos të toksifikohem. Okej, sot duhet ta bësh një përjashtim, duhet ta hash një ballokum. Mirë. Vazhdoni të qëndroni me Top Albania Radio, ndërkohë ne do të jemi sërish të premten ardhshme. Deri atëherë kalofshi bukur e miru dëgjofshim.